Ndahet nga jeta aktoreja e përrall nga e kaluara. Mira Minga Jupi, aktoreja e teatrit të kukullave, por e njohur gjerësisht për rolin e Kotes në përrall nga e kaluara, është ndarë nga jeta. Lajmin e ka dhënë në fakt kolegja e saj Shegushe Bebeti, që njoftoi një herësh se varrimi i aktores do të bëhet së shpejti. Ajo shprehet: "O sa dhimbje dhe sa lot, nuk gjej dot fjalë ta përshkruaj. Sapo më erdhi lajmi nga Amerika, është ndarë nga jeta mike ime më e shtrenjtë, Mira Minga Jupi, aktoreja e mrekullueshme e teatrit të kukullave, gruaja ideale, nëna e jashtëzakonshme që do t'i mungoj aq shumë familjes. Mira e talentuar, aq bujare, aq punëtore dhe zemërbardh, u largua në Amerikë para 19 vitesh dhe sot largohet nga jeta. Dhe ne nuk kemi mundësi t'i japim lam të mirën e fundit. Qofsh e parajsës mika ime e mirë, në dhe unë e huaj ta paç të letë. Do të më mungosh aq shumë, kafene nuk do ta pim dot më bashkë nëpërmjet Skype. Do të kujtoj gjithmonë me shumë dashuri dhe dhimbje. Ngushëllime familjes dhe miqve që e deshën aq shumë." Shkruan mikja e saj e ngushtë.